i cili është menaxher i projektit në Demokracia Plus. Ndërkaq më pas vjen edhe Agnesa Hasani Gashi, e cila vjen nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit dhe gjithashtu Jorika Ajazi, i cili është praktikant në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Mirë se erdhët, kënaqësi ju pas në studio. Mirë se erdhët. Kënaqësi ju pas në studio, e gjithsesi do të flasim pak edhe për projektin e fundit, i cili ndodh se është duke organizuar për herën e dytë. Do të diskutojmë pak a shumë për detajet, çfarë ofron për të gjithë pjesëmarrësit e kështu me radhë. Atëherë, ky është projekti i cili po implementohet prej Demokraci Plus në bashkëpunim me Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Ne vetëm se në nëntor të vitit kaluar e kemi mbajtur shkollën e parë për integritet dhe parandalim të korrupsionit. Joriku ka qenë pjesëtar i shkollës sonë atëherë dhe tash pas përfundimit suksesshëm të shkollës është edhe duke mbajtur praktikën në APK. Qëllimi i shkollës do thotë bëhet që organizohet nga D+ bashkë me APK-n, e financohet prej ambasadës kanadeze në Kroaci dhe Kosovë. Ka për qëllim do thotë që ti sensibilizoj të rinj për rolin e korrupsionit në shoqërinë tonë, sepse shpesh ne e dëgjojmë si term korrupsionin, e dëgjojmë konfliktin e interesit, dëgjojmë për sinjalizuesit, por në realitet, kur i bëjmë matjet publike dhe kur bisedojmë me qytetarë, jo gjithmonë e dinë se çka është realisht, çka klasifikohet si konflikti interesit, çka është në thelb korrupsioni, cilat janë deklarimet e pasurisë, çka duhet deklarohet kur deklarohet pasuria, etj. E për këtë qëllim, me studentë do të universiteteve në Kosovë, të moshave 20 deri 25 vjeç, kemi vendosur që ta bëjmë këtë shkollë, e cila ka për synim që këta tri ti vedisoj për këto tema të rëndësishme, e vedisimi bëhet nga zyrtarët e Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit, nga gazetarë të investigativ hulumtues në vend dhe nga pjesëtarë të shoqërisë civile. Do thotë temat janë kryesisht të ndërlidhura me këtë temë, ndërsa pjesëmarrësit në shkollë janë student të vitit fundit apo student të masterit në drejtimet e juridikut, gazetarisë, ekonomisë dhe shkencave politike. Prandaj, do thotë nëpërmjet kësaj shkolle ne synojmë që këta tri, cilët shumë shpejt futen edhe në tregun e punës, nëpër profesione të ndryshme, qoftë si jurist, qoftë si gazetar, si ekonomist apo edhe si do thotë zyrtar administrativ shtetëror, ta kuptojnë në thelb çka është korrupsioni, çysh parandalohet ai dhe si Kosova dal prej këtij ciklit ku vazhdimisht flitet për korrupsion, po asnjëherë nuk arrim që t'i vëjmë pikën kësaj teme. Në anën tjetër, Kosova nuk është i vetmi vend në botë i cili ballafaqohet me korrupsion. Gjitha shoqëritë globale ballafaqohen me këtë temë, diku më shumë e diku më pak. Megjithatë është e rëndësishme që ne ti kemi trim të pajisur me njohuri se si të luftohet korrupsioni dhe si të përmbyllet ky cikël. Agnesa, ndërkaq që e përmenda edhe pak më herët, është hera e dytë, do thotë që po bëhet trajnimi i radhës, ndërsa më intereson shumë të di se cili ka qenë bashkëpunimi në këtë rast, normalisht duke u bazuar në eksperiencat e trajnimit parë. Po, pra, si që përmendje edhe e mire, kjo shkollë po organizohet për herën e dytë që tashmë thirrjave se përfundon me datën 20 janar dhe kështu që planifikohet që dikon fundjavat e para të shkurtit të fillojë vetë mbajtja e shkollës, e cila zgjat është një shkollë treditore ku studentët të cilët vetë përzgjedhen për të qenë pjesë e asaj shkolle kanë mundësinë që nga afër të mësojnë nga ekspertët e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, të cilët domethënë mbajnë ligjëratat informuese për ata studentë përfitues të kësaj shkolle, por nuk janë vetëm ekspertët e APK-s, por ka edhe pjesëtarë të cilët janë domethënë nga shoqatat e shoqërisë civile, nga organizatat e shoqërisë civile, ku domethënë këta studentë të cilët përfitojnë nga kjo shkollë i përfitojnë njohuri direkt nga ta. Domethënë siç është edhe Joriku është pjesë që ka qenë pjesë e shkollës së parë që është pajtur për këtë temë, ku domethënë studentët qoftë ata që janë nga juridiku, nga ekonomiku, shkencat politike, apo edhe nga gazetaria kanë mundësi që të përfitojnë njohuri, të vedisohen dhe kështu të dalin me ato njohuri të fituara nga kjo shkollë. Dhe ma sa kam informacion, diku te 4 persona përzgjedhen pikërisht për të
kryer për praktikën këtë rast tek agjensioni për 4 studentët se cilët përzgjedhen si studentët më të mirë dhe më të suksesshëm të kësaj shkolle, përfitojnë në mundësinë për të vazhduar punën praktike në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, punë praktike kjo e cila zgjat 3 muaj. Pra vlerësimi i tyre bëhet gjatë kohës sa ata janë duke ndjekur shkollën, gjatë kohës ata i kanë disa pyetësorë të cilët i plotësojnë dhe bëhet vlerësimi i tyre, por nuk është kjo mënyra vetme, ata nënshtrojnë edhe një lloj interviste pastaj dhe kështu në këtë mënyrë përzgjedhen studentët më të suksesshëm për të qenë pjesë e praktikës. Ndërsa Joriku ne kemi pikërisht për të na treguar pak më shumë rreth përvojës ti. Po. Atëherë pra për mua si student i fakultetit juridik, ky bashkëpunim që ka ndodhur mes Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit dhe Organizatës Demokraci Plus e ka dhënë një mundësi shumë esenciale për ne si studentë dhe të rinj që jashtë njohurive që i marrim në teori në universitete, mundemi të aftësohemi edhe nga ana praktike. Edhe po ashtu që ka qenë diçka e veçantë që mund ka bëu përshtypje lidhur me gjithë projektin, ka qenë që para praktikës na u ka ofruar mundësia e Shkollës Integritetit dhe Antikorrupsionit, ku ka qenë eksperiencë shumë e vlefshme për faktin që kemi pas mundësinë të ligjerohemi nga ekspertë e fushës, që është një mundësi që nuk e marrim tjetërkund si të rinj, po ashtu jo vetëm ekspert nga fushat e direkt korrupsionit, siç janë për shembull zyrtarët e agjencisë, po të njëjtën kohë kemi pas perspektiva edhe nga ekspertë që vinë nga fusha e gazetarisë e tjerë, dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për neve, ku kemi pas edhe mundësi me bo diskutime interaktive me ta, në mënyrë që ne të thellojmë njohuritë, po të njëjtën kohë dhe mund të kontribuojmë në këto çështje dhe problematika që i hasim në shoqëri. Po eksperienca jote gjatë shkollës? Lidhur me eksperienca ka qenë shumë e mirë, pra siç e theka kemi pas mundësinë e diskutimit me ekspertë ndryshëm, kurse gjithashtu eksperienca është shumë e mirë tash që jam duke viju praktikën në Agjencinë për Parandalim të Korrupsionit, specifikisht fusha në cilën e trajtoj, pra në cilën jam unë, që është divizioni për sinjalizim, ku trajtojnë çështje që ndoshta nuk njihen shumë për publikun, mirë po janë tepër të rëndësishme që me ofru një llogaridhënie, po edhe një siguri në shoqëri, besoj që mundemi edhe mu thellu pak për sinjalizim, si fushë, që sinjalizimi pra nënkupton raportimin e shkeljeve apo parregullsive që cënojnë interesin publik brenda institucioneve. Pra këto janë raportimet që bën nga zyrtarët, cilët janë marrëdhënie të punës brenda institucionit. Ne shohim që në Kosovë është kjo temë shumë e rëndësishme për shkak se shumë herë mund të dëgjojmë që ka për shembull zyrtarë që i evidentojnë këto shkelje, mirë po kanë frikë që mi raportu për shkak të hakmarrjes që mund ta kenë në raport me punë apo ndonjë lloj tjetër. Për këtë agjencia është si një faktor shumë i rëndësishëm që me ofru siguri për këta persona që raportojnë shkeljen, që ata të mbrohen nga ligji. E mirë, më trego pak se çfarë dallon shkollën nga trajnimet tjera të cilat po themi janë pikërisht të përbëra për parandalu korrupsionin edhe jo vetë. Po në fakt, për temën e parandalimit të korrupsionit nuk ka shumë shkolla të cilat organizohen. Në dijenin time, të paktën në bashkëpunim me Agjencinë për Parandalim të Korrupsionit, kjo është e para që po organizohet në Kosovë. Dhe ne si organizat vazhdimisht bëjmë shkollat të tilla kamperinore e tjerë, por dallimi i kësaj me shkollat e tjera me kamperinore është fakti se këtu inkorporohen eksperienca institucionale, ajo e shoqërisë civile dhe e gazetarisë hulumtuese. Do thotë, këtu kanë mundësi të ri që nëpërmjet një programi shumë intenziv, edhe Joriku mundet ta vërtetoj një gjë të tillë, shumë intenziv traditor, të marrin njohurit më të mira teorike sa i përket kësaj teme. Mjafton? Ky program traditor intenziv? Unë besoj që do duhet ishte pak më i gjatë, më i shtrirë në kohë, megjithatë marr parasysh faktin që ky projekt po realizohet për herë të parë dhe shkolla, do thot edicioni i dytë është në kuadër të të njëjtit projekt. Ne kemi planifikuar që ta bëjmë si pilot projekt, do thot shohim se si po shkon, dhe qëllimi është që ky të vazhdohet edhe në të ardhmen me edicione të tjera të shkollës. Në kuadër të projektit aktual të financuar nga ambasada kanadeze, parashihet të jenë 2 edicione shkollës,
por qëllimi do të duke pa mbarvajtjen e shkollës së parë dhe tash duke pa interesimin për shkollën e dytë, ne synojmë që këtë ta kthejmë në praktikë të vazhdueshme dhe mbase edhe të bëhet diçka më formale. Pra, çka nuk kupton kjo është certifikimet cilat bëhen nga kjo shkollë, mbase dhe të nostrifikohen edhe të njihen nga Ministria e Arsimit dhe institucionet të tjera në vend. Aktualisht, përpas njohurisë teorike cilën e marrin në shkollë, të rinj cilët e ndjekin shkollën certifikohen, por para certifikimit janë teste cilat ndjekën pas çdo sesioni, janë teste online, do të thotë është një metodë inovative cilën e kemi futur për të mos pasur lapse dhe letër si zakonisht si rëndom në për auditoriumet universitare, po duke përdor teknologjinë, ata ne i marrim rezultatet në kohë reale dhe i dim kush se si po performon. Në anën tjetër, kjo na mundson edhe që ti bëjmë përmirësimet e nevojshme gjatë kohës sa zhvillohet shkolla për të shtu fokusin në një temë caktuar apo për të heqë fokusin nga një temë e caktuar e cila po kuptohet mirë nga tri dhe në base ka nevojë për diçka tjetër. Këto do thotë janë elemente cilat e ndjekin shkollën. Është e rëndësishme të potencohet po ashtu që këta tri cilët do thotë e ndjekin shkollën i kanë gjitha shpenzimet e mbuluara për gjatë këtyre 3 ditëve zakonisht sidomos në edicionin e parë ne vetëm sa kemi përfunduar, po edhe i dyti e ka të njëjtën ide prapa, bën jashtë Prishtinës, do thotë vendosemi të gjithë studentët dhe ligjëruesit në një hotel ku i kanë përfshira shujtat, gjitha shpenzimet edhe transportit e tjerë, në mënyrë që edhe pas përfundimit ligjëratave këta të kenë mundësi të socializohen, të diskutojnë më tej dhe do të thotë të arrihet qëllimi i shkollës. Me përfundimin e kësaj, siç e potencoi edhe Agnesa, 4 më të suksesshme përzgjidhen për praktik. Po jo vetëm 4 ftohen për intervistë, ftohen 10 deri në 15 personat më suksesshëm, cilët më pas edhe filtrohen dhe më të suksesshmit përzgjedhen për të bërë praktikën 3 mujore në APK. Po ashtu është e rëndësishme të potencohet që do të thotë nevoja për këtë temë edhe është e madhe, ka nevojë të shtohen trajnime të tilla dhe ne po punojmë në këtë aspekt si organizatë të shoqërisë civile, si një nga më të mëdhat për ta bërë këtë diçka të rregullt. Dhe po? Po, veç isha lidh nëse mundem pak edhe e miren, me shtu që natyrisht përveç këtij intensivitetit është shumë e veçantë edhe atraktiviteti që bën edhe shkolla, mirë po edhe praktika. Vlen theksohet që përveç përkrahjes që kemi pas nga organizata Demokraci Plus, edhe në agjenci, mikpritja nga stafi, nga zyrtarët ka qenë shumë e mirë dhe diçka që e bën të veçantë është që zyrtarët vetë si praktikant ty t'integrojnë çdo punë që ata e bojnë edhe është një fushë shumë interesante sepse lidhet me çështje që për ne si shoqëri janë shumë të rëndësishme, mirë po edhe nganjëherë keq kuptohen si konflikti interesit, deklarimi pasurisë, sinjalizimi, pra këto janë gjitha tema që edhe e prekin se cilin fushë tjetës edhe përgjithësi do t'i Nuk e din, Jori qoftë se na tregove nga cili fakultet vje dhe si ke dëgju pikërisht që ndoshta edhe ka edhe të tjerë që po na shohin dhe janë. Unë vi nga Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës, jam në vitin e fundit, po do të thoja që natyrisht kjo përshtatet edhe me fusha tjera, qyshit cekën edhe Emiri Agnesa, se përveç kuadrit ligjor ka edhe shumë gjëra tjera në cilat ti mundesh mu aftësu, me mësu, po të njëjtën kohë të frotë edhe mundësia me kontributi me ide të reja. Bile, kur vjen puna tek Fakulteti Juridik, shumicën e aplikimeve i marrim nga Fakulteti Juridik. Pse mendon që ndodh kjo? Mendohet që vetëm do thotë afërsia e fushës me parandalimin e luftimin e korrupsionit, por qëllimi jonë është që të kemi shpërndarje të barabartë në të gjitha këto 4 drejtime të cilat i potencova, do thotë juridiku, ekonomiku, gazetaria dhe shkencat politike, në mënyrë që jo vetëm studentët e juridikut ta kuptojnë se çka është korrupsioni dhe si parandalohet ai, por kjo tjetë diçka e cila i përfshin shumë fusha, e neve na nevojitën për shembull gazetarë të ri cilët dalin nga auditoriumet e cilët
i futen gazetarisë hulumtuese të dinë se si ta hulumtojnë një rast të korrupsionit. Apo një student i shkencave politike, i cili nesër mund të futet në një punë në shoqërinë civile, di se si të analizoj do thotë një kontratë, edhe di si të flag, si ta do thotë ta zbuloj se ku është triku i korrupsionit, edhe këtë më pas ta raportoj tek organet e duhura, tek kanalet e duhura të raportimit. Kjo është edhe qëllimi i shkollës, që mos kemi vetëm jurist, po të kemi shpërndarje në këto 4 fusha. Fatkeqësisht, në këtë edicion janë të para vetëm këto 4 fusha, megjithatë në edicionet e radhës mendojmë se duhet zgjerohet edhe për profile të tjera të studentëve, për shkak se tema e korrupsionit e përfshin gjithë shoqërinë. Shumë e vërtetë. Pra, do të thotë nuk përkufizohet në 4 fusha të caktuara. Më trego, Agnesa, tani cili është roli i Agjencisë së Parandalimit të Korrupsionit edhe mandatin ndoshta dhe çfarë pritni për të ardhmen, ndoshta edhe për këtë pjesën e dytë, po e quaj pjesa e dytë e shkollës. Dhe sa keni qenë të kënaqur ndoshta tani me këta 4, janë 4? Po. Me këta 4 që vetë janë përzgjedhur. Atëherë, pra, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit është një agjenci e pavarur, i cila domethënë dihet që i raporton Kuvendit të Kosovës. Dhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit është ngarkuar me zbatimin e disa ligjeve, siç është ligji për deklarimin e pasurisë, ku përfshihen aty edhe dhuratat, ligji për konfliktin e interesit, mbrojtjen e sinjalizuesve dhe të tjera, por mandati i agjencisë domethënë përfshin edhe atë që tashmë jemi duke e bërë, ku është domethënë vëdësimi i shoqërisë për efektet negative të korrupsionit dhe mënyrën se si ta parandalojmë korrupsionin. Përmes kësaj shkolle domethënë ne bashkë me D+-in kemi synuar që nga të rinjë, domethënë që nga studentët që janë në përfundim të studimeve ose qofshin ata në master, të ngritet ndërgjegjja në shoqërinë tonë sa i përket parandalimit të korrupsionit. Ndërsa sa i përket praktikantëve të cilët janë tashmë të angazhuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, jemi mjaft të kënaqur, me përgjegjësi të plotë them që jemi mjaft të kënaqur sepse kanë qenë aktiv dhe rezultati i tyre, domethënë pozitiv gjatë shkollës, ka bërë që të përzgjedhen edhe si praktikant në agjenci dhe domethënë aktualisht 2 nga ata janë të angazhuar në divizionin për sinjalizim. Njëri nga praktikantët është i angazhuar në departamentin për vlerësim, monitorim dhe analiza, ndërsa tjetri është i vendosur në divizionin për përfaqësim, standardizim dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Mirë po, mundësia që këta praktikantë, domethënë gjatë kohës sa janë duke përfunduar praktikën tek ne, është që të lëvizin nga një departament në departamentin tjetër ose në divizione të ndryshme, sipas interesave edhe të tyre që në këtë mënyrë, domethënë edhe këta të përfitojnë sa më shumë nga agjencia, por edhe agjencia të përfitojë nga këta praktikantë të mrekullueshëm që i kemi. Po, edhe një gjë interesante është, ndoshta për shkak se bëjmë vazhdimisht shkolla të tilla, bootcamps e tjera, kemi vrejt që zakonisht trit nuk kanë shumë interesim për të ndjek ligjëratat me kohë, por kjo nuk ka qenë rasti i shkollës për parandalimin e korrupsionit dhe integritet, për shkak se mbas edhe duke pas parasysh faktin që kanë mundur që një urim teorik ta kthejnë praktik, duke ditë se edhe vetë angazhimi i tyre në shkollë çon, do të thotë, në mundësinë për ta bërë praktikën, kemi pasur fantastik të gjithë pjesëmarrësit në edicionin e parë. Fatkeqësisht nuk kemi mundur më shumë se 4 praktikantë i angazhojmë, për shkak se aq ka qenë parapar edhe me projekt, por do të thotë kanë qenë vazhdimisht aktiv, nuk kanë munguar asnjëherë në sesione, nuk janë vënuar, edhe sesionet e drekës gjitha kanë përfunduar me kohë dhe do të thotë është vazhduar zakonisht në bootcamps të tilla. Shohin që pas drekës nuk vazhdohet më. Por kjo s'ka qenë rasti në këtë shkollë dhe unë jam shumë i lumtur me mënyrën se si është zhvilluar edicioni i parë i shkollës dhe se si po e vazhdojmë praktikën në APK 4 praktikantët aktual, të cilët edhe pas përfundimit praktikës, në pas e kanë edhe një mbështetje, qoftë për aplikim për puna, për shkak se e kanë një përvojë të vlefshme në një institucion shtetëror,
por e kanë edhe një organizatë shoqërisë civile e cila i mbështet gjatë procesit të aplikimit në punë. Si ka qenë interesimi, po më intereson për shkollën e parë dhe sa është interesimi deri tani? Ajo duhet, po themi ndoshta një shtytje sa i përket që të shkoj tek këto kategori që i përmendet pak më herët, shkoj tek studentët e duhur. Interesimi për edicionin e parë ka qenë shumë i mirë, shumë i madh. Ndërsa për edicionin e dytë e kemi edhe një javë dhe aktualisht është e kalu numri i aplikantëve nga edicioni i parë. Pra do thotë është edhe word of mouth, është edhe fjala e cila qarkullon dhe shohim që ka interesim. Megjithatë është edhe një javë kohë, kemi akoma tani më pak se një javë. Bëhet një përzgjedhje e këtyre aplikantëve apo si shkon Po, procesi? pasi aplikojnë, aplikimi është i gjithë online, do thotë në rrjetet sociale të Demokraci Plus dhe të APK-s e kanë linkun për aplikim, i plotësojnë dhënat, i përgjigjen pyetjeve, ngarkojnë CV-n aty, më pas në bashkëpunim me Agjencinë për Parandalim të Korrupsionit e formojmë një komision të përbashkët i cili shqyrton aplikimet dhe e bën përzgjedhjen e aplikantëve më të suksesshëm. Këtu do të thotë jemi shumë koshient për ndarjen gjinore. Në shkollën e parë i kemi pasur 12 me 12, do të thënë 12 meshkuj, 12 femra, dhe ky është qëllimi i shkollës, që mos kemi disproporcion të përfaqësimit gjinor, po ashtu edhe kemi pasur përfaqësim të barabartë dhe të drejtimeve të cilat i kanë. Kjo është do të thotë një nga kriteret kyçe gjatë përzgjedhjes. Kemi pasur shumë aplikime të mira, të cilat fatkeqësisht nuk kemi mundur që t'i ftojmë për shkak të balancit gjinor apo balancit të drejtimit. Dhe do të thotë ne shpresojmë që ata që kanë aplikuar herën e parë, që kanë qenë kualitativ, të aplikojnë sërish edhe ne të mund t'i japim një mundësi tjetër. Megjithatë, procesi i aplikimit do të shkoton online, mbledhet komisioni i përbashkën nga D+ dhe APK, bëhet përzgjedhja, në pas njoftohen për detajet e vendit ku mbahet shkolla, detajet e transportit e gjithçka tjetër, dhe pas përfundimit të shkollës, ata të njëjtit më të suksesshme, 4 më të suksesshme përsëri ftohen për të bërë praktik në Agjencinë për Parandalim të Korrupsionit. Jorik, më së miri t'ju tregosh organizatorëve se çfarë duhet përmirësojnë është ta përdorësh momentin tani. Edhe çfarë është pjesa ndoshta që ty t'ka lënë më shumë ti përshtypje për gjithë ata që po kanë mundësi të na shohin tani edhe shprehin interesim për t'ju bashku shkollës në vazhdim. Rreth shkollës që më ka lënë më shumë ti përshtypje ka qenë mundësia për interaktivitet që ka qenë, se jo vetëm kur kanë qenë ligjërues të folë, mirë po edhe në rastet pauzave, drekave, gjithmonë kemi pas mundësinë me folë me ekspertët nga këto fusha, kurse përshtypja sa i përket praktikës në agjenci, ka qenë, që ajo që më ka lënë përshtypje ka qenë se ka qenë mundi që e bën agjencia edhe angazhimit që e merr me qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me institucione tjera publike. Unë po flas për perspektivës që kam nga divizioni i sinjalizimit, ku secili institucion publik duhet ta ketë një zyrtar për sinjalizim. Është shumë interesant me pa bashkëpunimin konstant i cili është mes agjencisë dhe institucioneve që me garantu sa ma shumë që jo vetëm raportimet, po edhe ecuria është gjithmonë sa ma e rregullt të rasteve. Edhe një element shtesë, do thotë, çka jemi mundu të bëjmë, e shpeshherë ata që kryejnë praktika angazhohen në qitjet kafës, jemi mundu që të paktën gjatë kësaj praktike, praktikantët tjenë të involvuar në procese reale me cilat merret agjencia. Do thotë të merren me punë reale, të marrin pjesë në takime. Për shembull, ka qenë në javën e parë të praktikës, ka qenë java globale antikorrupsionit. Java e parë e praktikës ka qenë java e globale antikorrupsionit dhe kanë qenë të angazhuar praktikantët në asistimin e agjencisë për organizimin e gjitha eventeve. Pra do thotë, jemi munduar që këta praktikantë mos t'jenë aty veç për përmbush një tek sa i përket projektit, sa për sy e faqe, për t'jenë aty për të marrë një uri të vlefshme, por edhe për të kontribuar. Nganjëherë ne mësohemi për t'i bërë gjërat në një mënyrë të caktuar dhe na nevojitet një perspektivë re e cilën mund ta sjell
një praktikant i cili është i një gjenerate tjetër, sa po përfundon studimet, ka një eksperiencë ndryshë në universitet, mundet ta jap një element shtesë cilin ne nuk e përdorim në punën e përditshme. Prandaj kjo ka qenë në qëllimi, nuk është qëllimi që vetëm të përmbushim kuota dhe të kemi praktikantë cilët shkojnë aty s'dinë çka bëjnë, siç ndodh shpesh në për institucionet të ndryshme publike. Në këtë aspekt kemi hasur mirëkuptim të jashtëzakonshëm nga APK, kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me agjencinë. Drejtori i agjencisë është në vazhdimsi personalisht i involvuar në gjitha proceset, prandaj edhe kjo ka lehtësuar jashtëzakonisht shumë punën edhe për neve si implementues të këtij projekti. Dhe ndoshta Agnesa mund të vazhdoj të kjo pjesë, se si ka qenë e gjithë eksperienca e këtyre 4 personave të cilët vetë janë duke përfunduar apo e kanë përfunduar? Jo, Tashmë do të thënë këta grupi i parë i praktikantëve kanë filluar që në dhjetor, siç e përmendi edhe Emire, kanë pasur mundësinë që në fillim e javë të parë të angazhohen menjëherë me kontributin e tyre në javën për parandalimin e korrupsionit. Këta vetë se kanë deri në përfundim të muajit shkurt dhe kështu pas këtyre shpresojmë që vinë grupi i praktikantëve të tjerë dhe gjatë gjithë kohës bashkëpunime edhe me D+-in ka qenë jashtëzakonisht i mirë, gjithçka ka qenë e dakorduar mes neve dhe besoj që kjo ka bërë që edhe këta studentë të kalojnë sa më mirë qoftë në pjesën e shkollës për integritet, por edhe gjatë praktikës në agjenci dhe shpresoj që i njëjti do vazhdoj edhe në organizimin e dytë të kësaj shkolla. Nuk e din nëse mu përgjigje në pyetje direkt. Çka duhet me ndryshu organizatorët në po themi raundin e dytë të shkollës? Lidhur me intensivitetin që ka qenë shumë i mirë, veç pauzat i kemi pas pak. Pak ma shumë pauza, Pak ma shumë pauza. Këtë komente kemi marrë dhe do të mundohemi me implementu. Në fakt, në agjen ne kemi pas mjaftu shumë pauza. Por diskutimet kanë qenë atë zjarta, sa shpesh i kemi të i kalu pauzat. Pra e ka vërtetu një nevoj sa i përket shkollës, e ka vërtetu një nevoja që është e nevojshme e duhur për të realizuar. Ka qenë e nevojshme dhe po thëmë shumë shpesh gjatë këtyre 3 ditëve ka ndodhur paktën 3 pauza të 10-15 minutëshe për kafe i kemi anullu për shkak se ka pas as shumë diskutime, as shumë intensivitet sa është dash ose ta sakrifikojmë pauzën ose ta sakrifikojmë diskutimin. Ne kemi vendosur që ta sakrifikojmë pauzën. Kjo normalisht nuk ka shërbim mirë për ata që janë duhan pers, për shkak se kanë pas nevojë dalin më shpesh për të pi duhan, mirë po të paktën diskutimet kanë qenë të jashtëzakonshme të zjarrta. Dashte me shtu Jorik. Po, kjo do të thojësha që kjo lidhet edhe me interesin që e kemi pas, për shkak që edhe pse mendojmë që janë tema që gjithë i dim. Në fakt, kur përballemi me ekspert jo vetëm nga agjencia, por edhe nga, si thash, shoqëria civile, mediat, perspektiva që ata na japin neve na ka bërë shumë të interesuar që me mujtë sa më shumë e marrë informata prej tyne dhe për ne po besoj që ka qenë shumë e vlefshme për neve, një uri që i kemi marrë dhe kanë na shërbyer edhe në të ardhmen shumë. Jemi te minutat e fundit, çka kish dashur ndoshta me porosit qytetarin, ata që po na ndjek, studentët që ndoshta edhe kanë interesim për t'u bashku shkollës e kështu me radhë. Do thot për studentët cilët po na ndjekin një faqet zyrtare të Demokraci Plus dhe të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, ndjekin një linkun, aplikoni, bëheni pjesë e shkollës. Për ata që po na ndjekin e nuk janë student, por cilët e njohin një student, ti tregojnë për këtë mundësi dhe sa më shumë persona cilët i përmbushin kriteret, aplikojnë, aq më shumë kemi gjasa që të arrisim kualitetin. Qëllimi nuk është të përmbushim norma, nuk është të përmbushim numra, të kemi kualitet. Ata persona cilët e përfundojnë këtë shkollë, dalin pajisur me njohuri, dinë që kur në media dëgjon një rast korrupsioni, edhe ka një lajthitje nga ana e personit i cili po flet media, ta identifikoj, ta di që po flet për konflikt interesit, por realisht ky s'është konflikt interesit. Apo po thot, jo nuk është konflikt interesit, por bazuar në njohurinë që ka marrë nga shkolla,
ta kuptoj që është konflikti i pastër interesi. Pra, qëllimi është që të kemi kualitet më shumë se sa të kemi kuantitet. Fatkeqësisht, viteve të fundit jemi fokusuar shumë edhe institucionet, edhe organizatat e shoqërisë civile, edhe organizatat ndërkombëtare që të kemi kuantitet. Tash po dojmë që të kemi kualitet para kuantitetit dhe kjo të jetë edhe lejtmotivi i shkollës. Prandaj gjithë ata që na ndjekin, studentët të aplikojnë, ndërsa ata të cilët janë prindër të studentëve të faktën t'i njoftojnë ata që t'i ndjekin rrjetet sociale të Demokraci Plus dhe të APK-s dhe të bëhen pjesë e kësaj shkolle, që është një mundësi jashtëzakonshme për të fituar njohuri, për të krijuar jetë, edhe për të marrë edhe një perspektivë nga puna institucionale në praktikë. Agnesa? Po, edhe unë njëjtë se e mirë, ju bëj thirrje të gjithë ata studentë të cilët i përfshin kriteret, do më thënë, qoftë edhe të drejtimeve apo edhe të moshës, se siç e dimë edhe në thirrje është përcaktuar edhe kriteri i moshës ku janë të gjithë ata studentë nga 20 deri në 25 vjeç, dhe thirrja është e hapur deri me 20 janar, kështu që le të aplikojnë dhe të përfitojnë nga kjo mundësi mjaft e mirë, si për të përfunduar shkollën, por edhe për të qenë pjesë e praktikës në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Dhe nga Euriku po besoj veç fjalë të mira, do të thotë nga eksperienca e tij deri tash. Edhe unë do t'i inkurajoja gjithë ata që janë tri apo studentë si jonë që nëse kanë interes që me qenë suksesshëm përgjithësi në institucione publike, por edhe në sektorin privat, është shumë e rëndësishme që mu njoftu me këto tema shumë të rëndësishme, mirë po edhe me ditë më shumë rreth integritetit punës dhe gjitha këto çështje. Na si që pata në studio, faleminderit për gjitha këto informatat që ndajtet me ne, por shpresoj që të kemi mundësi që bashkëbisedojmë edhe ndonjëherë tjetër, e pse ju ndoshta edhe kur të përfundon edhe etapa e dytë e shkollimit me këta studentët e ri që do të kenë pjesë e shkollës.